kjo ishte, domethënë, problemi që ndodhi me Shqipërinë, po dhe britanikët bën një fshehje. Ja, këtu janë në gjyq, ja Karimani. Kjo është ajo foto. Do thënë, këta janë profesuesit shqiptar, kjo është trupi gjykus. Trupi gjykus. Me parukë, Po. Dhe kurse britanikët bën një marifet tjetër në gjyq. Nëse britanikët, gjykata i kërkoi britanikëve dhe Shqipëria i kërkoi urdhrin operacional XCU dhe XCU1. Nëse urdhrat do ishin paraqitur në gjyq, urdhri ishte i dyti ishte shtesë e urdhrit të parë, rrezikonim të fitonim gjyqin. Po pra se qoftë ata kishin operacion. Sepse duke i qartë që ishte provokacion dhe urdhri parashikonte veprime luftarake në rast se do goditeshin. Po pse se nxorën ata? Ja të tash. Këtu ka ndodhur një debat në qeverinë britanike midis kryeministrit Attlee dhe prokurorit përgjithshëm Shawcross. Shawcross si jurist nuk pranonte që të mos dorëzoj, nuk pranonte të mos donte të dorëzoj, ishte jurist ai. Ai ishte jurist dhe ai thoshte kërkesa e gjykatës duhet zbatuar. Po Attlee, duke e ditur dhe i mbështetur nga Admira Aliati, duke e ditur kleçkën e urdhrit, nuk donte ta dorëzonte sepse thoshte me argumentin cënohet siguria kombëtare. Është dokument i cili ka interes për sigurinë kombëtare dhe nuk donte të humbiste gjyqin. Dhe ky debat vazhdoi me shumë letra midis Attlee dhe Shawcross. Shawcross ishte antari i grupit britanik në gjykat. Beckett ishte kryetari dhe Shawcross ishte këshilltari kryesor, antar një nga antarët kryesor. Debati u ndes shumë, filluan letrat. Në fund fare, Shawcross vendos të bindet urdhrit të Attleet. Por i dërgon një letër dhe i thot arsyet pse dokumenti XCU duhet të vjen në gjykat. Dhe i tregon 1, 2, 3 me 5 argumenta pse duhet të vjen në gjykat, duke përmendur elementet juridik, por dhe nderin dhe moralin e vendit tjetër. Por në fund i shkruan, gjithsesi, unë po e pranoj vendimin tuaj me argumentin vendi im right or wrong është vendi im. Dhe këtu mbyllet debati dhe nuk vajti. Do të thënë, ky ishte ai dokumenti që ndante. Ai dokumenti që ndante ishte. Nëse do dozojnë ne ishim të pafaqshëm. Thënë 99% fitonim gjyqin. Atëherë çfarë ndodhi me gjyqin? Cili ishte vendimi i gjyqit? Vendimi i gjyqit ishte që Shqipëria është përgjegjëse për datën 22 tetor. 1900 për rënien në minë të Suamar. Fjala përgjegjëse na komprometon. Është përgjegjëse sepse thotë që ishte në dieni për shkak të distancave. Moti. Po kush e ka vënë? E kishte vendimin e gjyqit. Vendimi i gjyqit. Është në vendimin e gjyqit. Që kush e ka vënë? Jo. Nuk e ka, është përgjegjëse sepse kushdo që ti ka vënë, po Shqipëria ka pasur dieni. Kjo është idea. My country right or wrong, it's my country. E këto me këtë ai mbyll historinë, Shawcross, që i bie dakord me Attlee. Dhe Shawcross. Po. Prokurori i përgjithshëm, prokurori i përgjithshëm i Britanisë së Madhe. Dhe në këtë mënyrë u vendos që në datën 22 tetor, Shqipëria ishte përgjegjëse. Për datën 12 dhe 13 u vendos, gjykata vendosi që përgjegjëse është Britania. 12-13 çfarë? Në dorë. Për çminimin. Mirë, ata vajtën vetë. Vajtën vetë ata, pa pyetur njëri. Ata dërguan fonogram do hym, qeveria shqiptare i tha jo nuk do hyni se jeni brenda te. Si thanë? I thanë. Dhe në fund kur ata u futun nuk bën asnjë veprim. U dha urdhër mos bëhet asnjë veprim. Okej, tani vendimi i gjyqit edhe këtë mos jarë, do të thonë që Shqipëria përgjegjëse dhe fajtore? Guilty or not guilty? Guilty. Guilty e Shqipëria. Po. Atëherë mos thuaj përgjegjëse, fajtore. Por problemi është jo për vendosjen e minave. Duhet ta ndajmë këtë. Po jo, po fjala guilty, po pra, është fajtor. Jo për vendosjen e minave. Për pasjen dieni për vendosjen e minave. Për pasjen dieni për vendosjen e minave. Të cilat shkaktuan 42 të vrarë dhe 44 plagosur. Tani, trupi gjykues nga ishin? Ishin vende të ndryshme, 2 veta nuk kanë qenë dakord me Rusi, një sovjetike dhe një gjyqtar tjetër, por në përgjithësi me ishte dhe rusë? Po, dhe është e përcaktuar Azevedo. Sa veta vendosën? Sumo, ky duhet të jetë japonez?
Ka Japonez, Filipinas, Amerika Latine, ka që nuk gjëndë... Sa është, a ishte kryetari i grupit? Do në pas ka qenë 15 antar. 15 antar. 15 antar. 16. Me ati kryetari 16. Në gjykat u vendos... Si do li votimi? Me shumicë, gjithmonë. Po sa? Sa me sa? Për shumë, vendimi i dytë është 12 me... Jo, vendimi i parë, Shqipëria guilty. Nuk mund, duhet ta shikoj. Okej, po me shumicë. Me shumicë vote. Do Shqipëria guilty. Po. Tani, dhe guilty, cilët ishte dënimi? Parasysh guilty përgjegjëse. Duhet ai që fjalën guilty. Nuk e ka guilty. Përgjegjëse, responsible. Responsible, ë? Sepse dhe pyetja thotë, a është Shqipëria përgjegjëse? Responsible. Atëre, dhe me çfarë dënua Shqipëria? Dhe nuk u dënua. Këtu vetëm mbajti përgjegjësinë, u bën një gjyq tjetër. Gjyqi tjetër, pastaj detyronte Shqipërinë t'i kthente 850.000 sterlina t'ia jepte Britanisë për dëmet e shkaktuara. Dëmet e shkaktuara si? Vetëm për anijen apo? Për anijen dhe për njerëzit. Dëmshpërblim për humbjen e jetës. Për humbjen dëmin të anijen dhe humbjen e jetës. Ky ishte, po pse u bë ky? Sepse gjyqi i parë nuk ishte për dëmshpërblim. Ishte vetëm për të sqaruar. Pyetjet nuk e përfshin dëmshpërblimin. Atëre, gjyqi i dytë ishte për dëmshpërblim. Mbi bazë kujt u përcaktua ky dëmshpërblim? Si? Mbi bazë llogaritje, ka llogaritje. Britanikët paraqisin llogaritjet. Po çfarë llogaritje aty vdiq që ndryshon vetë? Mi për çdo njeri sa duhet shkoj, jetën e njerëzve nuk e kthen dot, po një sasi sa ishte dëmi i anijeve, sa duhet për riparimin e tyre. Enver Hoxha, qeveria shqiptare e kundërshtoi. Nuk ndërmori asnjë veprim. Nuk çoi në apel në këto veprime. Nuk mund të bëj, nuk ka apel, por aty ka vetëm një gjë, nëse sot ka apel. Atëherë s'kisha apel? Jo, nuk ka as sot. Jo ka, gjykata Agës këta tu çekës atje. Jo, është tjetër gjykatë speciale, ajo është speciale e Kosovës. Por vendodhja ka në Hag. Thelbi është që këtë gjykatë mundet ta çosh përsëri çështjen brenda 10 vjetëve nëse ke prova. Pra, ne nëse do kishim urdhrin operacional, brenda 10 vjetëve nga data 9 prill 1949 mund ta çonin përsëri. Se tani nuk kemi të drejtën ta çosh. Shmbyllur çështja. Po ti për çfarë që duhet hapet, ti kështu ke thënë duhet hapet përsëri. Po, tani kur them duhet hapet nga pikpamja morale, duhet trajtuar çështja. Nga pikpamja historike, pra dhe duhet një lloj, por që çështja është e mbyllur përfundimisht nga pikpamja juridike. Ja, nëse është e mundur regjia, ja, ky është libri. I holl është kështu, po ka fakte kështu të përvëllojnëse janë, ja dhe kjo. Tani, Shqipëria e refuzoi. Çfarë bën britanikët? Mbajtën arin. Por ku gjetën, ku kishin këtë se kam kuptuar. Ari është marrë, shiko, nga Gjermanë. Është marrë nga Gjermanë dhe ka qenë në Rom, dhe është marrë në Rom Ari. Si shkojnë në Rom? Kur futën forcat britanike që pushtuan Italinë, duket atje kanë marrë Arin. E kanë marrë në Rom. Po jo, pse Ari ynë ishte në Rom? Po sepse e kishin marrë Gjermanët para largimit. Nga banka? Po nga banka dhe çuan. Po, dhe çuan në Rom, dhe në Rom e kapën britanikët, e morën, ai ishte identifikueshëm dhe ngelin në Britani. Duhet kthehen brapa, nuk u kthye për shkak të 50 vjet nuk u kthye, ha? Jo, është kthyer biles përfundimisht, pagesa jon ka mbaruar në vitin 1998 e fundit. Pagesa kujt? 850.000 sterlinave që vajte. Do të ne ja paguam për gjithë ata që na ndjekin. Si u zgjidh kjo çështje? U rrëzuar regjimi komunist? Ne kemi paguar, ka vajte. Jo, u rrëzuar regjimi komunist, Enver Hoxha nuk bëte pagesë. Jo, ai nuk bëri asnjë veprim. Po? Nuk e njohë incidentin. Nuk e njoh. Shqipëria u fut në OKB në vitin 1955. Po si na futën ne? Sepse fituan gjyqin. Kush fitu gjyqin? Britania. Edhe ishin rregull. Ishin rregull ata. 850.000 sterlina do t'i merrin, kishin bllokuar. Një ditë do t'i marrin thonë. Kishin bllokuar, ata dolën të fituar. Nga pikpamja dhe në këtë mënyrë, por në vitin 91 kur vendosën marrëdhënie, do të rrëzuar regjimi komunist, vendosën marrëdhënien me u bën dy veprime. Po, një. E para, u bë pagesa. U bë pagesa. 850.000 sterlina. Sterlina që devajti gati 3 milionë ca euro. Dollar, po pra se në atë kohë 850.000 sterlina nuk është si nothing. Nuk është si nothing. Pra me gjithë indeksimin e konvertimit e tjera. Po ata në këthyn arin e? Më duket se e kanë kthyer, më duket, a është në proces, a nuk e di, këtë fakt nuk e di, sepse nuk ka qenë. E ka trajtuar Pascal Milo. Kristafi e ka trajtuar, profesor Xenofon. Edhe Pascal Milo. Nuk e jam futur, sepse nuk është çështje që jam marrë. Dhe e dyta, në vitin 94, ish presidenti Berisha ka kërkuar falje
publike në Buckingham Palace, mbretëreshja Elizabeth për incidentin e kanalit Korfuzit. Ja ka thënë mbretëreshës? Po, i ka kërkuar, kjo është gjykata e Hagës. Kjo është gjykata e Buckingham Palace ka kërkuar falje mbretëreshës. Po, Elizabetës. Po, për incidentin. Dhe pse ka thënë që na falni për çfarë? Na falni për dëmet që u shkaktua. Në më thënë për dhe për incident. Artur Meçollari na shpjego ose na u përgjigj pyetjes më të rëndësishme. Kush e minoi kanalin e Korfuzit? Kanali Korfuzit është bërë nga anijet jugoslave me miratim të qeverisë shqiptare. Të Enver Hoxhës saktësisht. Ekskluzivisht, nominalisht? Ekskluzivisht. Vetëm Enver Hoxha e dinte? Jo, ishin 5 veta që. Kush e dini? Ishte Enver Hoxha. 1. Ishte Hysni Kapo. 2. Mehmet Sheu. 3. Mehmeti që ishte në atë kohë? Ishte shefi shtatë madhurisë. Shtatë. Enveri ishte ministri mbrojtje dhe ministri jashtëm dhe kryeministri. Ishte 3. Hysniu ishte ambasadori jonë në Beograd. E dinte dhe Abdi Mati. Abdi Mati ishte? Komandanti i marinës shqiptare. Këta e dinin? Këta ishin personat që e dinin. Pse, si ka ndodhur ata? Hajde t'jo bëjmë këtyra Jo, mbas incidentit të datës 15, filloi tratativë, 15 maj filluan lëvizjet diplomatike, letrat. Në fakt duhet të themi dhe një gjë, në datën 15 maj, përpara incidentit të parë, britanikët kishin dorëzuar në ambasadën franceze në Beograd një letër ku kërkonin rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Në momentin që ndodhi incidenti datës 15, kanë vajtur ka tërhequr letrën nga ambasada franceze, dhe sepse se kishte dorëzuar akoma ambasada franceze në ambasadën tonë në Beograd. Pra, ne nuk ishim dhe nëpërmjet ambasadës franceze do dorëzohej ambasada jonë. Por incidenti ndodhi aq shpejt sa që ata mundën të tërhiqin letrën nga ambasada franceze. Letrën që në Jugoslavët i thanë në veri do vëmë minë? Tash, ngjarja ka ndodhur në datën 16 gusht 1946. Minimi? Jo, vendimi për minimin. Ka ndodhur në Bled. Është takuar Enver Hoxha dhe Tito. Enver Hoxha vinte nga Bled ku bie? Në Sloveni. Në Sloveni. Ishte rezidenca. Tito ishte me pushime. Enver Hoxha vinte nga Moska. Po, dhe e takoi aty? Dhe e takoi në Bled. Dhe aty është marrë vendimi. Një gjë është... Si është marrë vendimi? Si ka thënë Tito që do ta minojë? Këtu është problemi. Që ne nuk dim sot nëse e ka propozuar Tito dhe e ka miratuar Enveri, apo e ka kërkuar Enveri. E ka kërkuar Enveri dhe e ka miratuar Tito. Në gjykimin tim, për shkak të raporteve që kishte Shqipëria me Jugosllavinë dhe objektivave që kishte Jugosllavia prezent, unë ky është vlerësim, them jam i mendimit e ka propozuar Tito dhe e ka miratuar Enveri. E ka kërkuar, propozuar? Jo, e ka kërkuar Tito, domethënë në gjykimin tim është pakës e avancuar në atë kohë Enveri të bënte një kërkesë të tillë, domethënë nuk më duket normal. Dhe i tha që bëjmë ne. E bëjmë ne. Dhe u nis nga Shqipeniku? Prit, do bëj planizimi. E mirë, do bësh jo. Atëherë planizimi është bërë në Split. Wow. Ishte komanda e marinës dhe është bërë në datën 29 gusht. Atë ditë në Split ka vajtur komandanti i marinës Abdi Mati. Ka vajtur atje? Ka vajtur në Split. Me argumentin për të blerë disa barka. Por ka qenë në Split. Dhe kur anijet jugoslave kanë ardhur për në Shqipëri, përpara se të vinin, jugoslavët kanë kërkuar me domosdo që Abdi Mati të ishte në anije. Të ishte në anije kur të bëj minimi. Atëherë, anijet janë nisur në datën 16 shtator dhe kanë ardhur përpara Sazanit 3 anije në datën 17 mbasdite. Historia që ti tregova. Por Abdi Mati nuk ka qenë në Sazan atë. Nuk ka qenë? Jo, sepse po të ishte Abdi Mati në Sazan, nuk dërgonte fonogram komandanti Sazan me Blan Dervishi në shtatë madhori. Qa janë këto? Qa janë këto 3 anije? Dhe herë tjerë në njoftoni. Abdi Mati ka vajt të nesërmen, datën 18 ose natën ose të nesërmen. Dhe ka vajtur me motovedetën Mujo Ulqinaku, që do të shikojmë të Spirokotes. Po, ajo është histori tjetër. Dhe? Prit, në datën 18 në darkë nisen 3 anijet dhe në bordin e anijeve gjëndet Abdi Mati dhe
Mevlan Dervishi. Ja, pastaj do ta komentoj. Gjenden në bordin e Anijes. Nisen dhe vënë kep qefalit. Kur vënë kep qefalit, artilleria bregdetare shqiptare i godet me top. Kë godet me top? 3 anijet jugoslave. Wow. Sepse që në 15 janar, 15 maj ishte edhe në urdhër, të gjitha anijet ushtarake pa paralajmërim që kalojnë ura të goditen. Dhe divizioni dhe Shevket Peçi, që ishte divizioni komandit Gjirokasës, nuk dinte që do kalojnë anijet jugoslave. Kthehen anijet mbrapa. Vinë Sazan rreth 19 në mëngjes. Dhe nisen prapë në 19. Kjo që theti qellohen, do të qellohen ajër. U qelluan për të goditur paralajmërim. Gjithmonë bëhet paralajmërim para se të. Atëherë kthehen mbrapa. Në 19 në darkë nisen prapë në Sarand. Këtë radhë ishte njoftuar Shevket Peçi dhe nuk u goditën. Bën minimin, u kthye në Sarand në datën 20, në datën 20 lën Abdimatin dhe Mevlan Dervishin në Sazan dhe nisen për në Jugosllavi. Dhe Abdimati kthehet me motovetet e Mujo Ulçinaku për në Durrës. Pra, ekuipazhi Mujo Ulçinakut e ka ditur se kush e ka bërë minimin e kanalit Korfuzit. Je i bindur për këtë? Je i bindur për këtë? 100%. Do thënë, kjo është motovedeta Mujo Ulçinaku, që ka një histori të jashtëzakonshme, po them. Edhe është bërë skenar, është bërë film Dueli i Eshtur. Ora, ai film pse quhet Dueli i Eshtur? Ata uranë 3 vet aty. Dueli i Eshtur ka parasysh për arsyen pse duhet iknin, jo për luftën. Duel? Dueli ishte me Britanikët, nuk ishte kjo është me Britanikët. Në Shqipëri me Britanikët, ky është dueli. Sepse argumenti përse ata u aratisën ishte për të vajtë në Hag. Shiko, ki parasysh, kjo ngjarje ka ndodhur në 1 qershor 47. 2 jugoslavët që janë aratisur nga Jugoslavia dhe kanë vajtë një gjykat, kanë aratisur në shtator, tetor 47 në bazës dështimit të kësaja. Në bazë dështimit? Bazë dështimit. Se ati u dëshmonë kundër Shqipërisë 2 jugoslavë? 2 jugoslavë. Dhe çfarë thanë ata? Dhe ata, njëri tha që unë kam parë që 2 dragaminat janë nisur nga Shqiberniku, tjetri tha Popovi, tha, unë tha kam parë tha 2 dragaminat që të mbushen me mina në Shqibenik? Në Kotor. Në ekipi që vajti në Sarand, vajti dhe në Kotor. Se kjo ta e kam parë nga taratës e shtëpis. Dhe vajti hipin taratës e shtëpis dhe pa vëndin nga ai pretendonte që ishte bërë marrje e minave dhe ndolin konkluzionin që ky nuk mund të ketë parë dot marrjen e minave. Tani, kjo është motovedeta Mujo Ulçinaku. Për gjithë ata që na ndjekin, është një histori e jashtëzakonshme që është bërë skenar i filmit Dueli i Eshtur me skenarist të Nasho Jorgaqit. Ai është skenarist dhe Dimitri Anagnosti është regjisor. Një film i bukur, në një motovedet, i gjithë filmi 1 orë gjysmë, gati 2 orë film vetëm aty. Ideja është një marinar që s'dinte asgjë, i ndodhur befas me 3 persona, një që ishte kapter i atij detachmentit detar dhe 2 peshkatar, që ai merr. Jo, nuk ishin, shiko. Ata nuk ishin, në film ishin peshkatar. Në film ishin peshkatar. Po në fakt në të vërtetë nuk ishin peshkatar. Ata ishin marinar të kompanisë të marinës, por nuk kishin lidhje me anijen. Nuk kishin lidhje me anijen. Jo, me lidhje me anijen, ekuipazhi i anijes ishte vetëm Spiro Kote marinar dhe Vlash Bushi nën oficer, kapter Amiu, i cili kishte qenë nën oficer në marinën mbretërore. Po, dhe këta në një farë mënyrë e rrëmbyen motovedetën. Dhe personi i cili ishte kyç në dëshmi në Hag ishte Vlash Bushi. Ai e kishte parë, kishte eksperiencë çka kishte ndodhur. Spiro Kote mund të kishte qenë Sazan, apo mund të kishte qenë këtë, nuk e di, por Spiro Kote vetë kishte qenë mund mos e dinte pse. Por Vlash Bushi ishte person me eksperiencë. Këta e rrëmbyen. Këta morën anijen që ai të vinte të dëshmonte në Hag. Që dhe Spiruat e rrëmbyen se s'kishin çati bënin, por të 4 të venin në Hag dhe dëshmonin. Ngjarjen që kishte ndodhur në datën 19 shtator 1946. Tani, këtë Bushin e blen, shiko, që kemi ofruar. Ja do ta shpjegoj se kjo është. Shiko, unë kam bindjen, kjo është bindja ime personale, që Bushi nuk është rekrutuar nga britanikët, por nga italianët. Italianët? Po, sepse në Shqipëri, në vitet nga viti 26 dhe në 39,
komandant të marinës shqiptare dhe gjithë drejtimi marinës shqiptare ka qenë nga italianët. Dhe ata, në qoftë se ti nuk demonstroje frym pro-italiane, të largonin nga marina. Të largonin nga marina. Kjo ka ndodhur me 5 oficerë që marruan në Turqi që i telendisën, derisa i quan për indoktrinim në Itali, një vit që i sollën që i emëruan. Nuk i emëronin. Mujo Ulqinakun e kanë hequr 2 vjet nga marina si anti-italian. Midis viteve 32-34. Do të prandaj i gjeti me mitroloze. Shiko, Mujua kishte një alergji faktikisht për italianët, që shpejt. Sepse Mujua është nga të vetmit marinar shqiptar që ka qenë në marinën shqiptare para 24-ës nga dita e krijimit të marinës dhe në ditën e shkatrimit. Ka qenë nga data nga 15 shkurt i vitit. Okej, mos kalojmë te. Do kemi ndërprerje publicitare dhe do na tregosh historinë e filmit Dueli i Eshur, po histori reale, jo skenarin e filmit. Publicitet dhe kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Falenderit, jemi në studio. Falenderoj edhe njëherë institucionin monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin dhe kalon këtu në Dritaret TV me sloganin transferoj shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo. Tani na trego si është historia e rrëmbimit të motovedetës Mujo Ulqinaku? Se e bukur kjo dhe motovedeta me emrin Mujo Ulqinaku. Shko, motovedeta, zakonisht motovedeta. Ja, kjo është. Po, motovedeta origjinale, po shumë e vogël, me gryn gjë si peshkare. Kjo në fakt ka qenë mbytur në Sarand. Si ka qenë mbytur? Ka qenë mbytur në Sarand. Edhe u nxor? U nxor nga uji, u soll në Durrës, u riparua në kantierën e Durrësit, kantieri marinës dhe në 23 prill 46 u hodh në ujë. Po? Është momenti i hedhjes në ujë. Ti se sa u hodh u rrëmby? Jo, 23 prill 46. Ngjarja ka ndodhur 1 qershor 47. Dhe në fakt kjo është foto model që ti e shikon gjithmonë për 15 gushtin që është festa e flotës, 45, po në fakt kjo është. Dhe kjo ishte anija më e mirë në atë kohë, motovedeta më e mirë që kishte flota. Çfarë do të thonë motovedet? Është më e mirë, më e shpejtë, ishte kjo, që lëvizte më kollaj. Po jo çfarë funksionash ka motovedeta? Kjo ishte për ruajtjen e regjimit operativ kur kishte në shkelje kufiri, kur kishte vetëm një top brenda. Kishte një mitroloz brenda. Një mitroloz, se shumë duket shumë e vogël. Një mitroloz është shumë e vogël. Por, kjo përdori se ishte më e mira në atë kohë. Dhe në datën dhe për të quar Abdimatin, komandantin e marinës, në Sazan u përdor kjo nga Durrësi. Sepse kapiteni i portit Vlorës në atë kohë kishte marrë detyrë që të vente në Karaburun. Dhe tashti komandant ishte Anastas Qëndro, ish nën oficer i marinës mbretërore, krye motoris ishte Vlash Bushi dhe marinar ishte Spiro Koti. Vlash Bushi nga ishte? Nuk e di se nga ishte me origjinë. Po, duhet jetë këtej nga Durrësi, duhet jetë Vlash, nga zona ortodoks. Duhet jetë ortodoks, besoj. Dhe marinarë të tjerë që në atë historinë time i kam dhe emrat të gjithë marinarëve që kanë qenë, por një ditë kur Spiro Kote ishte roje në anije, foto tjetër se e kemi foto, dhe asnjë nga ekuipazhi nuk ishte, Vlash Bushi dhe 2 marinarë të kompanisë marinës që nuk kishin lidhje me anijen, hipin në anije, e rrëmbejnë dhe ikin. Në fakt, kjo nuk është e shkruar, po sipas historive që ju të reguan Spiro Kote. Spiro Kote qa ishte në atë moment? Marinar. Marinar, a i krende ushtrim? Ushtrim, bënde ushtrim. Ishe ushtar? Ushtar. Ushtar marinar? Po. Po, kaq? I shërbimit detyrushëm. Po, i shërbimit detyrushëm, po, sak. Dhe, si pas... Të 3 ju i ka marrë vonë? Janë më vonë. Pastaj u vesh ushtarak, vajti në Bashkimin Sovjetik, bëri shkollë, është një nga komandante partë në ndeceve, një nga ditën e parë që kanë në ndecet në Shqipëri, një nga 4 komandantë është Spiro Kote, ka qenë një vit, po. Pastaj vajti në Sovjet. Nga ushtar? Po. Po, dhe çfarë ndodhi? Dhe e marrin e rrëmbejnë anijen
Dhe ja thon Spiro, mi po, si pas... Nisi ku Spiro, su futë, se ishte roja. Ishte naniaj, roja Roja Nania. Rinania. Në fakt, si pas historive që të regojnë... E ngatroj, jo, kështu, e mashtroj me komisarin, pra, do vend të ndimoj komisar. Ajo ishte histori... E filmit? Po është reale? Se si i tha o t'ja do ikim? A i shko, ki parasysh që Vlash Bush ishte person me autoritet. E i tha të shpejt ndizë? Ndizë një në atë ko, një motovetet e tilë ndizë edhe si që ndodhë shpesh që do ikim këtu, do vemi deri ati, do lëvizim të kjo bankë. Ka histori, do më të nuk është në një gjë jashtëzakonshme. Si u vënë lëvizje. Si u vënë lëvizje. Por një gjë është e vërtet, që Spirua kishte fshehur armën. Po si kishte fshehur? Nuk e kishte në krah, kur bënte roje. E kishte fshehur diku. Dhe ata nuk e dini që e kishte fshehur. Po pse? E kishte fshehur mos ta mbante në krah. Rastis që Spirua, kjo është si pas historive që qarkulloj, sepse nuk është e shkrua, që Spirua ishte roje, por armën e kishte fshehur duke bërë shërbim. Dhe ata nuk e dini, dhe kjo është arsye që ai u gjend me armë, në më thënë që i vrau. Erdhën deri në Sazan, kanë ardhur deri para Sazan, jo para Sazan, deri në veri të Sazan. Dhe në Durrës. Nga Durrësi, që të i binin shkurt për të vajtë në Brindisi. Kur ka nikur diçka nga Sazani, aty ka ndodhur vrasja. Pse i vrau? I vrau të tre? Shiko këtu, ki parasyshin që se në shumë... Okej, në mbas historisë, njerëzit tonë për idealet, për parti, për këtë, jo. Shiko, Spiro Kotov kishte nënën gjallë në Tiranë. Edhe, në vëthën, imaginoj një djalë që ka në vetëm, ishte Korçar. Korçar, ha? Shiko, duhet ta shikojmë edhe nga pikpamjet sociale historinë. Or nuk dua ta ratisim. Ka pasur arsye personale që i vrau? Se kam lexuar nga këto. Jo, nuk ishte arsye personale. Shiko, ki parasysh nuk donte ta ratise. Pak veta sot, po themi ne po ikin shqiptar, pak veta ka që nuk duan të ikin. Pra, nuk është e thënë që duhet ketë një motiv, një motiv ideologjik. Okej, regjimi i Kos e kishte për detyrë që ta ideologjizonte dhe veprimin e Spiros. Po Spirua ishte njeri në moshën 19 vjeçe. 19 vjeçe? Po 19 vjeçe. E këtëmane, imaginon do t'i tani. Ashtu, dhe kishte në Tiranë. Po Vlashi se ishte? Vlashi duhet ishte edhe 35-37 vjeç, ishte i madh. Dhe në këtë mënyrë, në vendosi që të plus detyrime, shiko, ki parasysh, mos të harojmë, qëfar do ndodhte me familjen e Spiros nëse Spiro do ratisej? Po pa diskutim ato që kanë... Atere këte e ka menduar? Po me familjet e këtyre që i kanë? Ata e këshin ndarë mëndjen për para, Spiro nuk kështë ndarë mëndjen. Sepse... Dhe ne kështë i luft me veten? Po aji e mori vesh në detë që do ratisesh. Dhe nuk ishte e vullnetshme? Nuk ishte e vullnetshme, ata e këshin të vullnetshme. Nësa kjo do ishte i detyruar? Ishte i detyruar, prandaj po të them që nuk duhet, për te ideologjizimeve ka pasur dhe arsye personale. Këto ka qenë njeri ka pas një familje, ka pas persekutimin. Në momenti që ty të thonë do aratisemi, ty të vete në mëndje në atë moment, qëfar do t'i ndodhë familjes time mbas kësaj? Ty të ka shkuar në jenë vëndë? Natyrisht im ka shkuar. Ka shkuar, e? Po natyrisht. Jo, kur them qëfar do t'i ndodhë... Ti në 89 je diplomuar? Jam diplomuar, po jo, problemi që dhe unë kam pasur disa situata për shumë. Jo, një sekund. Ti ishe oficer marine? Po. Në 89-ën, deri në 90-ën? Jo, kur u diplomove? Jo për aratisje, kur ndodhë në atë ko, kur bëje një veprim, të vende mëndja, shiko, po e bëra kështu, qa do t'i ndodhë familjes? Ore, jo, po t'pës direkt unë ty. Ti ishe oficer marine, atë që në rëndë me një nga këto? Fara? Jo. Pse? Pse? Duhet jemi dhe korekt, sepse unë jam djali vetëm. Kisha 2 prindër. Pse do ratisësh? Për qa arsye? Djali vetëm sa motra? Një motër kam, vetëm ishte e martuar. Përse do ratisësh unë? Për qa do ratisësh? Për qa? Për qa? Unë kisha përgjegjësi ndaj familjes. Së vajti asë njëndër me në 89. Shqipëria kësherë, asë njëherë, po 89. Nuk kam asë një tentativë që të aratisën. Ore, në mendje themun? Asë në mendje po tem. Se në mendje nuk dënojshë. Biles, ka një rast në vitin 91, që mua më ka... Ishte një grup që do merte një anje, më futën dhe mua,
më përfshin dhe mua në këtë historisë, ata të sigurimit, kanë vajtur deri në komandë flotës, sepse në atë kohë duhet që të... Në 91-shin, Në 91-shin. Kanë vajtur në komandë flotës dhe ka qenë komisari flotës që atje ku është unë e përqafoj, i ka thënë, ore, ti e di, miri kështë dhe që mirë këta të tjerë t'i kuptova, po me qollari do arati se dhe kështë dhe. Po i thaj, po nga e di, po kështë. Ore, ti e di që është djali vetë ma i kështë dhe. Mirë, kjo nuk është një shumë e fortë, Ki parasysh në vitin 91, ki parasysh në vitin 91 e para, unë isha në punë, nuk isha pa punë. E kupton? Nuk ma mbush mendin mua kjo, po mbetemi të Spiro Kote, se në 91 ishe rëzuar gjithçka dhe mund t'ikje edhe se qaj kohë shumë. Shiko këtu, është balans. Okej, foto tjetër që ta mbyllim të historinë e Spiro Kotës, se kam ja 2-3 foto. Dhe Spiro Kote, mbasi i vrau e mori anjen e ktheu mbrapa, por nuk e komandon të dot. Dhe bënte xhiro brenda portit Durrësit, i ktheu pak timonin dhe vinte vërdall anija në portin e Durrësit. Se nuk e ankoron dhe dot? Nuk e ankoron. Është hedhur komandanti anjes Anastas Qëndro, këto janë të shkruar, është hedhur në det, ka vajtur në anije që e ka akostuar anijen. Spiron e kanë bajtur 2-3 ditë, e kanë bajtur në... 5 ditë, jo? 5 ditë. Se kam shkruar të libri 100 vrasje. E kanë bajtur brenda. Dhe në fund pastaj e liruan... Pse majnë 5 ditë një, se këta se kam kuptuar asnjë. Sepse ata duhet dini të vërtetë deri në fund, ky ishte sistemi. Akti patriotik i marinarit Spiro Kote u bë shembull i lartë të heroizmit dhe atletdashurisë për gjithë popullin dhe rinin shqiptare. E di çfarë më ka bërë përshtypje se kjo është nga ato që botoheshin atë kohë. S'ka asnjë fjalë parti. Shiko, ki parasysh një gjë. Kjo është propagandë. Jo, po pse? S'ka parti. Spiro Kote, shiko këtu, Spiro Kote në atë periudhë të garantojnë që nuk e kishte ident që ishte gjyq i Agës dhe çan ndodhte në gjyq. 18 vjeç ai nga Korça ushtarat. As e kishte ident. Fare. Pra, që do të thotë që akti i tij nuk u bë për gjyqin e Hagës por akti i tij çoi në mos paraqitjen e dëshmitarëve në gjyqin e Hagës. Pra, nuk është se ai e bëri me ndërgjegje që dëshmitarët mos vënë në gjyqin e Hagës. Foto tjetër? Gjithsesi është akt heroik. Pavarësisht se çfarë. Dhe është hero kombëtar, jo heroi popullit. Është hero kombëtar. Hero kombëtar vetëm se në bëu kemi. Kështu e ka titullin. Hero kombëtar. Po, ti më ke dërguar këtë foto, kjo i jetë. Kjo e kaluam, kjo është një foto e bërë një kohë tjetër, po që këta në ceremonia e në Beograd e Enverit me Po, kjo është bërë një kohë tjetër. Foto tjetër? Se unë nuk e di që ishte takuar në 16 gusht. E di çfarë është kjo? Këtë e kam unë këtë, nuk e ke ti. Po. E di çfarë është kjo? Po. Vendimi i qeverisë Vërlaci që Saranda të marrë emrin Portoeda. Po, në 31 maj 30. Jo. Në 40-ën? 6 mars 6 mars 1940. Okej, sepse ishte mbas vizitës së Eda Mussolini. Edhe të Kontiçan. Po, dhe ai ishte vajtë në Sarandë. Kur vajtë në Sarandë. Asaj pëlqeu aq shumë. Sa Vëllasi thaj, vëmë emrin tek sajnë edhe siç bëj shqiptar. Tipik edhe sot, do një servilizëm kështu. Edhe vëmë Portoeda. Pa kontribute, pa gjë. Po jo, pse i pëlqeu asaj më. Foto tjetër? Dhe në dokumentat britanike dhe në 46-ën figuron dhe me emrin Portoeda. Po pse Portoeda 46? Se ishte hequr emri. Ishte hequr, ndoshta nuk ishin di, ka dhe Sarandë dhe Portoeda, ka të dyja. Ja presim një çast. Jo, janë ato fotot në fund, e këta janë gjyqtarë. I kaluam këta, jo, i kalojmë këta. Në fund janë disa foto, i lutem regjia, janë disa foto që lidhen me aktin e Spiro Kotës edhe te filmi Dueli i Heshtur. Është edhe një poster i filmit Dueli i Heshtur. Do të fotoja duhet të jetë 31, 32, 33, 34, 35 me numër. Ka qenë gati 40 foto, që janë ja të ndihmoj regjin, në fund kemi foto Spiro Kote, heroi me ushtarët. Kështu e kam shkruar unë. Shumë foto bukur, sepse aty tani do më tregosh Spiro Kote mua aty që bëri shkollën në Bashkimin Sovjetik. Për marin. Për marin. E çoi me urtën e Enverit? Po. Po pse? Shiko, ka shumë njerëz
Okej, dëgjon historira shumë për Spiro në këto. Spiro Kote nuk ishte profesor doktor, ishte hero. Duhet të ndajmë ca gjëra. Bukur kjo. Nuk ishte profesor doktor. Nuk ishte akademik. Ishte hero, nuk ishte akademik. Nuk ishte akademik. Dhe heroi... Ja, këtu, ky në mes, Po. Ky me... Spiro Kote, me ushtar, oficer e viteve 80 dhe ca. Kjo, dhe ca. Heroi ka të tjera karakteristika nga akademiku. Ai me një akt ngelet në përjetësi. Akademiku do punë, ai me një akt ngelet në përjetësi. Prandaj nuk ka asnjë arsye pse hero kombëtar dhe ti. Po hero kombëtar një kemi. Jo, atëre ishte titulli, quhej hero kombëtar që më vonë u kthye hero i popullit. Kishte një. Tani këtë e bëni kështu për treguar këtë histori. Po, për treguar histori, për të. Si vrau 3 veta. 3 veta dhe në atë motovë det aty. Shiko, aq ishte më ata bashkë. Ata bashkë. Tek filmi ball për ball, Ania. Po fotoja tjetër që është Ania shumë e madhe. Po pra është Ania e madhe, ë? Po, ajo është si lurkapse. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Tani do na tregosh për filmin Dueli i Eshtur. Po. Është fotoja 36. Ajo mua më ka bërë shumë përshtypje, sepse këndet e planit të kamerës aty janë çuditshme dhe prandaj po thosha unë që si mund ta kapte kamera atë. Si e kanë luajtur ata aktorët? Shiko. Si skenari një? Skenari po ta shikosh me vëmendje përputhet me ngjarjen në shumë elemente të saj. Përputhet, ë? Përputhet. Kur e ke parë ti për të parë? Po që ka dalë. Ja, Rikard Ljarja, Reshat Arbana, Ndrek Luca dhe Bujar Kapetxhiu. Se më thoshte gazetare ore se është Bujar Kapetxhiu ai. Fitore Islam tha, ë? Për shëndetin tim dhe të bukurave sinjorina. Dhe Rikardi ishte marinari. Spiro Kote. Dhe ngjarja, nuk e di, ke lexuar raportin e ngjarjes? E kam lexuar sepse e kam pjesë të librit Qind vrasjet. Po ta shikosh, raporti i ngjarjes përputhet në shumë element në linjat përgjithshme me filmin, në linjat përgjithshme, me skenarin. Nuk përputhet, për shumë, po marrim rastin e emri Kapten Ramiut, që është Vlash Bushi. Emrat e 2 marinar, e 2 civilve, që ai thot peshkatar. Islami dhe Bepini. Në fakt ishin 2 marinar si Spiro Kotja. Në fakt ajo mua më ka bërë përshtypje, ta zinin peshk aty. Filli Spanja aty. Metoda e mashtrimit ka qenë më e lehtë se sa shtregohet në film. E kupton sepse ishin të gjithë të veshur me uniformë. Megjithatë e besueshme. Më e besueshme, më e lehtë për të mashtruar, e kupton? Nuk është ndonjë. Tani kur e pe filmin për të parë, domethënë i pikë gjërat reale, e ka bërë fiks apo jo, në atë kohë isha, mund të kem qenë 10-12 vjeç, se sa kur ka dalë filmi. Jo, unë po them kur ishe marinar, që e ke parë kur ishe oficer marine. Shiko, unë e vërteta është që në lidhje me unë nuk e kam takuar asnjë Spiro Koten. Asnjëherë? Jo, nuk e. Ose se takove më? Se kam takuar. Po mi për Rikard Ljarjen e takove në një. Nuk më ka rastisur, por kur më ranë në dorë dokumentat e ngjarjes, dhe i lexova, dhe mbasi bëra dhe librin, që për incidentin e Kanalit Korfuzit dhe zbulova lidhjen midis motovedetës Mujo Elçinaku dhe incidentin e Kanalit Korfuzit, kuptova në tërësi çfarë kishte ndodhur në datën 1 qershor 1947. Dhe prandaj them në linjat përgjithshme skenari është i bazuar në ngjarjen reale, përveç disa elementeve që është madhësia e anijes. Po, e the. Emrat e personave. Po mirë, emrat e sigurisht, ishte artistik. Ose ngjarja, disa element, por në tërësinë e saj ngjarja është ajo kabina ashtu funksionon, ashtu jo, nuk janë shumë të mëdha. Është shumë e madhe ania. Në film? Në film. Jo, kabina poshtë. Pra edhe ajo shumë e madhe? Shiko, jo, ajo motovedeta Mujo Elçinaku i kishte shumë të vogla. Vogla, ë? Shumë vogla, ishte shumë e vogla. Po se kapte kamera atë? Sepse ajo se kap kamera si do filmohet? Si do filmohet. Prandaj u bën një anie. Ja, që sa e vogël është? Kjo është 15 metra anie. Po ku do filmohesh aty? Kurse ania që është bërë filmi është paktën 32 metra. Por për interes të publikut, ania që është luajtur filmi sot gjendet në ujë në radhim. Çfarë thua? Po. Realja? Reali. E filmi? E filmi. Po pse është mbytur? Jo, ajo është mbytur qëllimisht për arsye turistike dhe gjendet në radhim. Po si për arsye turistike se më të çmende? Po, anijet, më thënë, kur dalin nga përdorimi, dhe rrezikojnë të mbyten në përbaza, dhe nuk ka lek për t'i kthyer në muze,
atëre varianti më i mirë ti hedhësh në ujë, ti zhytesh për në ujë të paktën e ka atje në ujë. Po çfarë turizmi atje s'ka njëri? Jo. Se zhyten? Ua. Jo. Edhe ndikon në biodiversitet. Si biodiversitet si? Objekt në New York, vend turistët zhyten se. Artur, unë kam parë Constitution në Massachusetts, në Boston. Po. Ata anien e famshme të luftës civile. Jo, ajo është në breg mo. Mirë, edhe ne kemi një nëndece, por nuk arritëm do të bëni një anije të madhe. Ajo është muze, po është në breg detit dhe unë e kam vizituar. Ja do ta nxjerr kështu tani. Qartë, po nuk arritëm do të sepse që të kthesh një anije në muze të duhen lek. Po sa bukur ti, unë jam kënaqur atje, jam futur brenda dhe më dukshin ato, të gjitha ato ambientet. Ka 2-3 motovedeta të vogla që janë muze, është dhe një nëndece, por që shumë i pren, gjyqin e madhë për shumë e kam prerë. Ka? Gjyqin e madhë detare kam prerë. Po. Do të unë jam mrekulluar kur e kam parë këtë. Ka shumë. Jo, po kjo është ajo e famshme Constitution që e luftës civile në Po dhe është operacionale, është aktive. Ja, kjo është. Është ania më e vjetër. Ja, kjo është. Këtu janë futur. Këtu. Po ja, kjo është. Dhe është muze. Në Boston. Jo, nuk është muze. Po jo, është muze vetë qëndrimi atje. Është operacionale, është në shërbim, është në inventar të Marinës Amerikane, është operacionale. Unë e kam vizituar si turist. E vizituar si turist, student, por është ania më e vjetër operacionale në botë. Po jam kënaqur ti. Del akoma në det. Del në det kjo? Del në det, është operacionale. Në fakt mua më dukesh, thosha kjo më duket sikur funksionon, thosha. Del akoma në det. Sa bukur. Është operacionale kam qenë. Ke qenë ke parë? Po, dhe del akoma në det. Me ato topat që të ato... Është dhe një anje tjetër, kanë dhe një anje tjetër, ata Eagle më duket e ka emrin që është përrojnë bregdetare. Ajo këtë se kam parë, ajo është në Connecticut. Në Connecticut? Po. Ose si që thonë shqiptar Kenerike. Tani, s'ka si shansi të kthehet ky proces? Jo, procesi ishte mbyllur nga pikpamja ligjore. Po. E vetmja gjë është që britanikët, domethënë, duhet një lloj marrëveshje me Britaninë, një lloj konsensusi që të rihapet në marrëveshje dy palë, në marrëdhënie. Që do të thënë, vendimi ose konkluzioni i gjyqit sot ne nuk mund ta qenë saktë. Jo, prandaj u them se si duhet jetë, ma thuaj sikur ti ishe ti gjykasi sot. Si duhet ta për mua Shqipëria nuk është përgjegjëse. Çfarë është Shqipëria? Për 22 dhjetori. Përgjegjëse kush është? Përgjegjëse për mua është Britania, sepse ai ishte i provokuar, ishte veprim, ishte provokacion. Po, përgjegjëse është Britania, po Shqipëria? Nuk ishte përgjegjëse, pse, ja ta them unë. Minimi është bërë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në ujërat tona. Në ujërat tona, në bazë të konventave të Hagës të vitit 1907. Është në ujërat tona, jo në ujërat territoriale. Jo, është në ujërat tona, është në detin e Brendshëm. Po, pra në detin e Brendshëm. Ashtu. Dhe në bazë të konventave të Hagës të vitit 1907, shtetit bregdetar. Se ç'a bëjmë ne me ujërat tona dimë? Jo, i lejohet. Dhe ne ishim në situatë lufte me Greqinë, kishte një kërcënim real nga Greqia për veprime luftarake, kishte kërcënim real, dhe por e vetmja gjë që ne shkelëm atë ditë që bëmë njëmin ishte që ne nuk bëm njoftimin ndërkombëtar. Ai që këtu kamina. Por ka zënë të minuta. Por mungesa e njoftimit që bëm neve nuk shkaktoi dëm, sepse nuk raj pa fashmi në mina, raj fashmi. Është një lloj kur ti vë korrent te gardi i shtëpisë dhe ti thua këtu ka korrent, nuk e vë për ajdutin, e vë për fëmijën që mund të hipi pa dashje. Apo njeri që mund të hipi pa dashje, nuk e vë për ajdutin njoftimin. Dhe në rastin konkret, njoftimi nuk bëhet për atë që do shkeli... Po Jugoslavia? S'kanë si ata ishin në mbështetjen tonë. Pa ta s'kanë punë fare? Kanë nxjerrë gështenjat me duar tona? Shko, okej, politikisht është tjetër gjë. Jo politikisht, po ta i ka vënë. Unë po e gjykoj nga pikpamja ligjore. Nuk gjykohet juridikisht Jugoslavia? Jo. Sepse është bërë me kërkesë shqiptar. Shko, në moment që... Po mirë, ti me kërkesën tënde, thua ti, hajde ti landi edhe të vete unë të vras njerin atje përse. Po është me kërkesën tënde. Një minut. Po ja mund fajtor. Nëse kërkesa është e lishme dhe bëhet për para... Jo, këtu, prit një sekundë. Po. Se këtu është penale përse. Jo, s'ka penale. Ka penale këtu. Pse që? Jugoslavia
Shkoj dhe konkretisht I minoj ajo. A I tha dhe a I lejoj dhe a I kërkoj pala shqiptare këtë çështje tjetër? Jo, është futur në teritorin e Shqipërisë me leje të qeverisë shqiptare dhe kjo e përjashton plotësisht. Jo, sepse veprimi, Artur, këtu jam dakord fare këtu. Është pa diskutim që autore është Jugoslavia dhe madje ajo përgjithësi. Si ta shmang në Jugosllavi? Nëse shiko këtu, dhe kjo është e konfirmuar që është... Gabimi I shyrit, do dhe vetëm kaq ne që kemi djeni? Jo, është brenda teritorit, shiko përgjegjësinë për teritorin e Republikës Shqipërisë e ka shtetit shqiptar. Dhe anijet jugoslave nuk kanë hyrë pa leje. Nuk kanë hyrë pa leje. Dakord, po janë autorët minimit. Nuk janë autor. Në moment që anija ka hyrë në shtetin shqiptar, jenë në komandën e anijes sepse ka hyrë në teritorin tënd, e kontrollon ti situatën. I ke dhënë clearance për të hyrë në teritorin tënd. Të kryej veprime të tilla. Nëse Jugosllavi do të kryente këtë veprim, pa djeninë e shtetit shqiptar, përbën shkelje drejtësisë ndërkombëtare. Nëse e bën me porosi, me miratinë e shtetit shqiptar apo me porosi, nuk përbën shkelje. Nga pikpamja e raporteve Shqipëri, sa vjet shërbeve në Marinë? 36 vjet. Për çfarë krenohesh në ato 36 vjet? Që kam pasur dy që më ashtu, e para kam mbajtur një nivel profesional goxha të lartë. Jo, çka ke arritur për lërë? Do thënë këto. Çfarë ke arritur një në Marinë? Çfarë kam arritur? E para njërë kam qenë për një marinar, detyra me lartë nuk është as komandi marinës shqiptare, as komandi distriktisht, komandania. Komandania? Po s'ke qenë komandania, bëu qatë duash. Ti ke qenë komandania? 4 vjetë komandi gjyqësit madhë Vjosa. Vjosa? Po. 4 vjetë? 4 vjetë. Dhe kam qenë I përfshirë në incidentin e 3 të kanalit Korfuzit. Incident? I 3. Qa viti? 16 shtator, 1996. Kam incident. Me ke incident? Me marinën Britani, me marinën greke. Greke? Po, do ta dërgojmë më mbrapa Po jo, prit frenojnë, ne jemi këtu të thotë ta dërgojmë më mbrapa. Po ç'a ndodhet me marinën greke? Edhe njërë data? 16 shtator, 1994. E 4, se 94 fa shumë para 97. Po ç'a ndodhi? Po, në 94, Shqipëria dhe Greqia u vendosën në gjendje lufte. Jo në gjendje lufte? Gatishmëri numër 1, gjendje lufte. Po pse? Po për shkak të dënimit të 5 minoritarëve. 6 nga apo 5 ngelen pastaj. Se një u lirua me arrest firmë, mos apo arrest. Në fillim të muajit shtator, po 94. Në fillim të muajit shtator, Marina shqiptare bëri një operacion imitimi minimit të Gjiut Sarandës. Siç bën këta? Jo, kam vajtur 4 anije. Po? Ndërtoj isha dhe unë. Po? E minoj? Nuk bëm minim, bëm imitim minimi. E imitim minimi? Sepse në fakt, presidenti Berisha do të bënde minim, por komandi flotës në atë kohë I tha, mos nuk do bëj minimi, tha, se ne njëre minuam atë në 26 dhe 30 vjetë. Berisha dha urdhë për ta minuar? Po. Në tjetër vend ku u minua në Jo, do mbyllej me vi Gjiu Sarandës, jo sipas asaj. Mbyllej vetëm Gjiu Sarandës. Që mos vinë në anijet greke? Që mos futeshin. Po pse ato donin të futeshin? Sepse kishte dyshime që mund të zbarkonin. Një lloj si 46. Të zbarkonin anijet greke në Sarandë? Po, kështu. Po kjo të pret prapë gjë. Na pushton te Greqia domethënë. Po. Dhe 94. Po. Do thon pas asaj që u quhet skandali I të 5-ve. I të 5-ve. Dhe minoritar. Po? Nuk u bë minim, u bë imitim minimi. Dhe çfarë ndodhi? 4 anijet lëvizën ne sikur natën, sikur po bënin minim, po nuk po hidhnin mina. Dhe ata të vëzhgojnë çfarë po bën ti dhe nga mënyra se si ti vepron ata kuptojnë që çfarë po bën. Dhe duket po ti jesh në Korfuz dhe ta shikosh në radar, duket një veprim sikur ti po bën minim në fakt. Në fakt nuk bëm minim, bëm imitim minimi. Bas kësaja, nga Vlora kishin vajtur në bazën e Sarandër të 25 marinar për mbrojtjen e bazës në atë kohë dhe mbasi u qetësua situata, unë rria në Palermo me anije në atë kohë, rria në Palermo, natën veja bëja kontrollën e vijës me mina I themi neve, dhe ditën kthehesha në Palermo, rria në Palermo. Kur u qetësua situata, më japin urdhër mua për të vajtur për të marrë 25 marinarë që ishin në bazën e Sarandës. Dhe kam qëndruar në spirancë midis vendit kura në minë
Suamarezi dhe bazës. Të 26. Në 26. Edhe kam qenë të tjerë, po prisja anien unë, që Katri i Radës, i cili ishë mbyt në 97-ën, Katri i Radës. Ai në 97-ës, të vinte të mësilë dhe marinarë. Ndërkohë që unë atje, gjyci kishte të pak në 10-12 vjetë që nuk ishte vajtë në Sarandë. Gjyci im. Dhe në këtë moment hynë një anje greke. Hynë, ha? Erdi para bazës. Në ujrat tona? Hyri në ujrat tona, pa le, pa gjë, unë dez motorat. Luftarake? Unë dez motorat dhe i drejtohem... Drejt për drejt? Drejt për drejt. Bashkë më bashkë. Po që të bëjti? Do me thënë, dhe i bëja thirrje në radio që të kthej, ajo nuk më dëgjonte... Ki i flisin në anglisht? Në anglisht. Në anglisht? Dhe i ktheja nuk më dëgjonte. Kur erë një distancë caktuar, bashkë më bashkë, e ke pasë që atë lojë me motorë, ajo kthehet. Kthehet dhe ikën në drejtim të Korfuzit. Ajo kthehet në drejtim të Korfuzit, unë e ndjek nga mbrapa. Ajo kaloi në ujrat greke, unë kaloj në ujrat greke. U futet dhe ti në ujrat greke? U futa dhe unë në ujrat greke. Mbas kësaja, ndodh një keq kuptim. Sepse kur unë u futa në ujrat greke, aty përballë kësa milit diçka më tutje, janë ca nga krau Greqisë që janë ca ishujt sepra. Grekët nxjerrin 2-4 asilurus, bazë Sarandës djen 2-4 asilurus në mbështetjen time dhe të anijës patrulluese. Dhe kur 4 asilurus vemi deri afër pemës së thatë në krahun e Greqisë dhe unë marr kthesën dhe kthehem në drejtim të veriut. Sa kishte në anije sa 40 veta. 40 veta. 40 veta. Gjithë gatishmëri, ha? Gatishmëri të tërë, me thënë. Dhe në këtë moment që unë kthehem, më kapin 4 misilurus, më vinë aty. Dhe anja greke kthehet, po kthehet nga ujrat e saja. Në moment që 4 misilurus po i afroheshin anijës greke patrulluese, njëri nga 4 misilurus bën një manovër për të shmangur shkëmbin sepra. Mua më duk si kur do dilte në qitje me silur, ja urdhër të mbushen topat, kjo ishte fraksion sekonde, verifikuam që nuk do të bënde qitje me silur, po bëri manovër për mos të rënë në cekin, japim urdhër prap të anullohet veprimi, u qarmatosën topat, nga aty të 3 anijet kemi ikur paralel në një vijë imagjinare, sikur ishte kufiri midis Shqipërisë dhe Greqisë, nga aty den Kepqefalit. Paralel. Të 3 anijet, kur vem Kepqefalit, ata ikën në drejtim perëndimit, unë u ktheva për në bazën e Sarandës. Do të thënë ti për pak Artur Meçollari do ishe shkaktar të shpalljes së luftës Greqi-Shqipëri. Për pak. Për pak, ha? Po çfarë thamë për këtë? Thamë bravo apo të dënuar? Jo, pastaja këtë e kishte dhënë që unë kisha hyrë në ujrat greke, e kishte dhënë e të njëshi. E dha në televizion? E dha. Me filmim anije. Dhe atë ditë unë vajta u ktheva në Sarandë, mora marinar dhe vi në darkë vonë, vi në Pashaliman. Kur vi në Pashaliman, kishte ardhur gjithë oficerët e budit Vlorës të kontrollonin, të bënin kontroll dokumentacionin. Që kisha hyrë apo s'kisha hyrë. Unë them kam hyrë. Ula me atë komandantin, ishte një burim mirë, ai komandanti i bazës, e i them unë gjë këtu, që unë kam hyrë, në ujrat greke është e verifikuar, por që ata hynë në ujrat tona, para se të hynë të kata, dhe kjo është e verifikuar. Por, gjithsesi i them unë se kuptoj pse po bëni kënë se doni të merë një masë. Doni të merë një masë? Po. E i them unë, mi po para ca ditësh kishte hyrë një avion, kishte hedhur ca letra fletushka në Sarandë, kur ishte kthyer në Greqi, thashe theme, thoshin që ishte dekoruar. Wow. Kështu thoshin, thashe theme, dhe i them unë nuk pres të manoj dekorat nga juve pse hyra në ujrat greke. Po arsye për të më dënuar nuk keni, i them unë. Nëse, gjithsesi, si u mbyll? I njëjti komandant që kishte dhënë urdhër që mos të bëhej minimi, jep urdhër, ishte në flotë ai, jep urdhër që të mbyllet çështja. Po? Ishte komandanti i flotës. Si quhet ky? Muharrem Kuçana, nga Tropoja. Duhet përshëndetur ai. Unë e përshëndeta Muharrem Kuçana, dhe sa që dalë përshëndet. Muharrem ti që ishte profesionist, Po ti që oficer, po? Dhe si u mbyll këtë çështje? U mbyll
Kaq. Ore Berisha thirrin zyrë apo? Jo. Ai mori vesh Berisha? Kam takuar ndonjëherë në jetën time Berishën. Shiko, me sa të njëja thosha ky ushtarak Marine është i tillë me natyrën që ke që ky të çon në luftë thosha unë. Ti e pasketçuar për pak Shqipërinë. Për pak po vdes. E pasketçuar Shqipërinë për pak në luftë, ë? Prandaj edhe morëm Kuçana që unë përshëndes e mbylli çështjen. Në thënë dhe... Po kjo ishte me bukur se sa incidenti parë i kanalit Konfuzit? Do ta gjej, do ta dërgoj, kam të shkruar. E ke të shkruar, e? Ma dërgoj me shumë dëshirë, po ti duhet ta bësh libër këtë? Avash. Jo, avash. Unë në fakt kam shkruar datat historike të Marinës Shqiptare, gjitha datat, i kam të arkivuar. Jam duke punuar për historinë e Marinës Mbretërore. Po pse gjithë Marinës apo? Jo, po shumë. Shiko, nuk mund të bëhet, është e pamundur të bëhet, sepse ti nuk futesh në detaje. Okej, do kemi raste tjera për diskutuar për këtë historinë e Marinës. Të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj shumë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.